Në pjesët e caktuara të Shkupit të vazhdojnë të mbeten të bllokuara trotuaret nga grumbujt e mbeturinave. Mbeturinat janë shpërndar edhe në sipërfaqet e gjelbra dhe drejt hyrjeve të objekteve të banimit. Qytetarët e sërish shprehën revoltën e tyre para kamerës së Al-Sad, thonë se askush nuk përfilla ankesat e tyre, ndërsa bakteret dhe infeksionet çdo ditë më shumë rrezikojnë qytetarët. Një pjesë e qytetarëve vlerësojnë se për shkak të inateve politike pësojnë qytetarët. To свеот врвот. Они то не си вършат работата. Иначе ова ѓубре не би трябвало да биде. Не знам што да кажем, али многу лоша слика е тоа. Ви смета кога поминувате немате? Како не смета, јас на улица излегов за да заокружам ѓубрето. Благодарам много пријатно. Тротуар s'ka, tash duhet me dalë këtu në autostradë. Çudi, turp kjo. Vërdohet kështu me java me rikë. Ti lanë zonkat politike të këshyrin punë të veta si duhet me i ba. Jo kështu. Nuk ka arsye kjo, asnjë farë arsye sot. Në komunën Shutorizar, mbeturinat i mbledhen banorët e kësaj pjese të angazhuar nga komuna në fjalë. Sipas punonjësve komunal që takuam në terren, higjiena komunale rreth një vit nuk ka mbledhur mbeturinat në këtë rajon. Imamo mi sve što birame, sve koje den što birame mjere. Nema kako što ponapreštima še. Da li doagjat od komunalna higijena? Ne doagjat. 7-8 месеци не доаѓаат. Па сите чистиме, цела комунална екипа. Да, со метли, работиме терен, не доаѓаат градскопи, не пуштат тука, за тука камион за шутка. Зашто ние сега правиме хигиена со шутката. Për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme me mbeturinat, ditë më parë Instituti i Shëndetit Publik dha disa rekomandime si duhet të mbrojtur higjienën në këtë periudhë. Sipas institutit, qytetarëve u rekomandohet të mbajnë doreza ose të dezinfektojnë duart sa herë që vinë në kontakt me mbeturinat me qëllim të mos preken nga mbetjet që lëshojnë mbeturinat. Gjithashtu instituti rekomandon edhe të gjitha institucionet, posaçërisht shkollat, të këshillojnë nxënësit si duhet të vepruar dhe mbrojtur nga kontakti me mbetjet komunale.